vetë, mund të anëmëroj kështë që i maj mend, dhe me thonë sakt, që kanë qenë këtu me ju, si janë ma, kanë artë tjerë. Pra qërë të rego kjo? Zotësin tonë, sa të zotimi ne, sa të doptimi ne, sa të fortimi ne, kur shkojme të jene shtrejmet i ke banesa e varit. Pra mënyrën absolute, aj që ka arritë sot, që ta poshtroj shejtanin e mallkuar. Se një nga ditët e poshtrimit shejtanit është dita e xumës. Pse i ka premtuar Allahut, thotë unë do t'i shkatroj njerëzit tuaj. S'do t'i lej më fal. S'do t'i lej me bën asnjë gjë për hir të ato Zot. I ka premtuar, ka marrë premtim. Ushqehet, vazhdon kundër robërve. Pra, ta falenderojmë gjithë bashkë, shumë edhe shumë. Lutja që kishim për sot është lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi thonë edhe për lutje të tjera, në xhumon që shkoi, kishim lutjen, o Zot, më mbroj nga mosbesimi. Mos e harroni këtë lutje. Natë ditë. Ti luteni Zotit xhele xhelaluhu, sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu tha shtrihet në krevatin e tij për gjumë. Aleikum selam. Shtrihet besimtar edhe zgjohet mos besimtar. Apo mund shtrihet mos besimtar edhe zgjohet besimtar. Pra, zemrat tona janë në dorë të Zotit. Wa alaikum selam. E keni pa i fëmijë të vogël se e majnë ato nonat? Me kujdes më. Nuk ja besojnë as kujt tjetër më, sepse o punë me shumë zërar. Qështu është edhe zemra e robit. Për pak gjë devijon. Për pak gjë drejtohet. Edhe o Zot kemi thonë, na ruaj nga mosbesimi. Mos më nda këtë lutje. Nërsa sot, o Allah, na mbroj nga kundërshtimi i të vërtetës. Të luteni vazhdimisht. Grua e keqe dhe burri më i keq në këtë botë se ai që kundërshton të vërtetën nuk ka. Kur themi e vërtet, kemi për qëllim ato që ka ardhur direkt nga i Madhi Zot, që është Kurani. Dhe e dyta e vërtetë e madhe është ajo që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kuptohet që çka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur pikërisht nga Kurani. Ai nuk tha asnjë gjë tjetër veçan, por vetëm ato që ka thonë Zoti xhele xhelalu në Kur'an. Pra, kundërshtimi i të vërtetës bëhet me disa mënyra. Allahu na ruaj se janë shumë të rënda vëllezër. E para është me kundërshtu veç me veten tënde. Kjo është një keqe e vogël që ka të bëjë vetëm me të. Edhe këtë gjinof e ke personal. Për shembull, mund të thotë njëri që unë se besoj Zotin, për nuk e shfaq. Nuk falet, nuk agjeron, nuk bën asgjë. Por nuk i publikon këto. Të vërteta që janë këto nuk merret me njëri. Rremat punë vetë më të hallën. Ky e ka gjinof personal quhet ky. Grupi tjetër, mirë që nuk beson për vete, por shkruan edhe libra nëpër gazeta. Që nuk është mirë me besu, këtë është besimi. Kjo teori ka vazhduar shumë gjatë këne në Shqipëri, edhe në për vende tjera të botës, po sidomos këne. Pra të shtetim merr edhe gjinofin atyre që e lexojnë dhe që hecin mas teje. Kjo është shkalla e dytë, shumë e rrezikshme. Ta zejmë, nëse e një gjojnë apo e lexojnë atë shkrimat, fjalë që ke thonë në publik apo kudo, 100 veta ke gjinofin e 100 vetave, plus pjesës tate. Vallahi, një do të paguish edhe gjinofin atyre. Ata për vete po edhe ti do të paguish sepse u bën shkak. Dhe shkalla e tretë
që janë më rrezikshme, mos me besu për vete, me ju kallëzon e tjerëve, me mënyra nga më të ndryshmet, por edhe me ju urdhëru të tjerë mos me besu të vërtetën, me urdhën. Allahu na ruaj. Kjo është shkalla e fundit. A ka ndodhur? Ka ndodhur, ke ne edhe kudo në përbot. Pra, që dënohej me besu në Zot. Pra, mirë që s'beson të për vete, e shkruante në për libra, po i urdhon edhe tjertë. Kjo është shkalla e tretë, shkalla më e rrezikshme. Pra, Zoti mos na sprovoft inshallah. Po ne i sprovum të tre shkallët. Pra edhe atë parë, që kishte nga ata që s'besojshin për nuk fliqin, nuk besojshin për shkrujshin, nuk besojshin për urdhërojshin për të mos besu. Edhe këtë tretën ne kemi provu në fakt. Edhe këtë tretën. Dhe me thonë, mos me besu me urdhën. Sot ka i fazë tjetër në fakt, mos me besu me dëshirë. Jo me urdhën. Sot nuk të urdhërojnë, por këtë drejtën tate, një gjo, shif, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o Zot, më mbroj nga kundërshtimi i të vërtetës. Mos e ndani këtë lutje. Nuk ka ma keq se me kundërshtu të vërtetën. Për i ka do që të vënja jo? Çfarë do lloj qoftë ajo? Për shembull, ta zonë vje hoxha mi xhenaza atje, edhe i thot, ky veprim nuk ba. Ja vallahi ne kena tradit të. Pse e kundërshto? Pse e kundërshto? Vje hoxha atje thot, mos e ndërto vorrin. Pse e kundërshto? Je të kundërshtu i të vërtet, që nuk duhet ndërtu. Për Zotin për këtë ka e llogari. Ndash qofshi xhamis, ndash qofshi jashtë xhamis, pasha Allahun pa i hodha 10 lekë atje, ke gabu. Pra, o Zotët, na mbroj nga kundërshtimi i të vërtetës. Dhe ja Rabbi Zoti na bëf për atyne që i përmahen të vërtetës. Na i fshif gjitha gjinofet. Amin, inshallah.